Një vrasje ndodhi në orët e para të mëngjesit të së dielës në rrugën Jordan Misja në Tiranë, ku si pasojë ka mbetur i ekzekutuar me plumba një shtetas. Dëshmitarët pohojnë se rreth orës 9 të paradites kishin dëgjuar krisma dhe më pas kishin vënë re viktimën. Policia e mbërritur në vendngjarje pas hetimeve paraprake bëri me dije se viktima ishte shtetasi Mirash Pali, rreth 50 vjeç, lindur në Kukës e banues prej disa vitesh me qira në zonën e rrugës Jordan Misja. Efektivët blu kryen kqyerjen e trupit, i cili ndodhe jashtë makinës me targa TR 0672E dhe që mendohet të jetë në pronësi të viktimës. Nga hetimet paraprake, pista e parë e vrasjes mbetet ajo për hakmarrje. Ekspertët thanë se mekanizmi si u krye vrasja të bën të mendosh për një hakmarrje të mundshme, por priten hetimet deri në zbardhjen e plotë të krimit. Policia, që aktualisht nuk ka asnjë të dhënë për vrasësit e mundshëm, ka nisur të marrë në pyetje banorët e zonës për informacione që mund të shërbejnë për zbardhjen e krimit, ndërkohë që viktima u transportua për në morgun e qytetit.